Wallahi nëse sinqerisht i qënë dur ka Zotit xhallahu ala. Që është natën, ditët, në sejdën tënde. Në çdo mundësi thosh, o Allah, mundso ma të vazhdoj. O Allah, mos lejo që të kthej mrapa. O Allah, mos lejo që të dobësohem, por më fuqizo, më jep besim funksional, më mbaj besimin aktiv që të vazhdoj tutje. Lut Allahun sinqerisht, kërkon ndihmë prej tij, do të shohësh përgjigjen. Do ta pretosh përgjigjen. Mi po nëse harrojmë ndihmën e Allahut azza wa xal, kthehemi në jetën normale, mbështetemi në forcat tona, është shumë normal se plagështohemi, është shumë normal se ndërprem, nuk vazhdojmë tutje. Kërkon ndihmën e Allahut te barekuhu teala. Nga Allahu tha në Kur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. O Allah, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Të adhurojmë ty, mirë, po për këtë adhurim kërkojmë ndihmën tënde, nga se ne nuk mund të adhurojmë, as nuk dim të adhurojmë, as kena mundësi të adhurojmë, por është se me mësimit e tua dhe përkrojnë dhe subitin të tërë. Lutë Allahun xhallahu ala. Lutëni Allahun sinqerisht që Allah të ndihmon. E kam pyet Ummu Selemen, gruën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, cila ishte lutja më e shpeshtë e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Shkoni i dërguar i Allahut, njëri i mbrojtur nga Allahu xhallahu xhelalu, i përkrahur në vazhdimsi nga Allahu xhallahu ala. Cila ishte lutja e tij më e shpeshtë? Lutja e tij më e shpeshtë ishte pikërisht kjo që unë e përmend. Ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dini. O ti që ki zemrat e njerëzve në dorën tënde, më mbaj zemrën stabile, të qëndrueshme në rrugën tënde deri në takimin me ty. Ai kërkonte të vazhdonte deri në fund. Ai kërkonte stabilitet, ai kërkonte qëndrueshmëri. E si është halli jon, pra.